si qytetarëve në interes të shqiptarëve. Lutem. Protestuesit e vërtet sot ndanë qytetarët që mbushën bulevardin dhe një grup kriminal me persona me precedent rrezikshëm penal. Po pse se arrestohen? Sigurisht, standard kur ka protestues me precedent penal. Patjetër. Me Partinë Socialiste që ka futur në parlament deputet të lidhur me krimin apo me precedent penal. Tani ndishet njëjti standard. Lutem. Si thoni me protestues? Mbarova? Përgjigjem. Shumë faleminderit. Dhe po ju them që kush po bën dhunë është element me precedent të rënd kriminal, kur ne kemi filluar të bëjmë transparencën, sa po kam njoftuar në parlament që njëri prej atyre person në kërkim, sigurisht përgjegjësi e policisë shtetit që ende nuk e ka ndaluar, por vjen të bëj dhunë aty, dhunë një person i cili i dënuar në 20 vjet 15 herë. Si quhet zoti Balla? Anton Frau, e keni aty. Është në kërkim nga policia, është aty, mes atyre. Po si shpjegon kërkim nga policia dhe aty në mes? Kush e ka fajin? Tash të lutem shumë. Kur dush të bëjmë një interpelancë me ministrin e Brendshëm se ai nuk është i arrestuar ende dhe është aty në protestë duke goditur policinë e shtetit. Ju ndërkohë në fjalën tuaj i krahasohet protestuesit edhe me nazistët që dojnë në shtagun. Të sulmosh parlamentin në demokraci është histori e përsëritur. Ata që u turrën tek selit e partive politike. Dhe unë jam i vetmi këtu që kam dënuar edhe sulmin ndaj selis Partisë Demokratike, se këta ish Partia Demokratike ndjes pas, sot kishte frikë vinte në parlament nga frika e vezëve. Po ju keni frikë? S'kam fare. Po pse keni gjithë të sigurisht? Nuk bën ndonjë pyetje. Identifikoni ju protestuesit me të cilët do dialogoni dhe për cilët folët pak më herët dhe folët dhe në përgjithësi. Se më bëri një pyetje kam një respekt për të djalin me kravat. Ju thatë ata kanë frikë, ne nuk kemi. Pse është gjithë kjo siguri kur s'keni frikë dhe pse refuzoni ose nguroni të dilni lirshëm? Para, tashim je sa vjeç je? Po s'ka rëndësi mosha 31. 31 vjeç. Tani unë nuk kam frikë, jo nga këta, po nga askush. Vetëm nga Zoti kam frikë. Por gjëja që po them është, më bëri pyetje, i krahasova me kur nazizmi zuri vend, filloi me djegjen e Reichstagut dhe me sulmimin e selive të partive politike. Dhe lutem, do mbaroj. Dhe gjëja që po thoja është, e kam dënuar dhe e dënoj. Sot sulmohet parlamenti, dikur e ka sulmuar Lulzim Basha, dikur e ka sulmuar Sali Berisha parlamentin. Kjo nuk është një skenar i ri, kjo është një skenar i përsëritur. Urdhëruesit, porositësit dhe inskenuesit e kësaj janë dihen. Ne kemi prej ditës parë që u themi këtu ka persona të paguar. Ti di media publiku, të paktën ata qytetarë të ndershëm që dalin. Dritan Goxhaj është person i cili paguhet nga Irani. Keni prova? Kemi prova dhe sigurisht që fakt publik më të pakundërshtueshëm se ky person i cili publikisht sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hesap të Republikës Islamike të Iranit, kjo është një provë e cila duhet administruar urgjencisht. Një gjë e tillë, të dalish dhe të thuash në mes të studios televizive që këtu duhen vrarë udhëheqësit politik me plumb ballit, në asnjë vend mua më vjen shumë keq që prokuroria në këtë vend me iniciativën e vet nuk vepron që këta persona në asnjë vend tjetër nuk do të kishte ndodhur që ky person të livadhiste dhe të sulmonte policinë e shtetit. Po ky është debat tjetër. Muhamet Balla, një sekond. Muhamet Veliu. Zoti Balla, në cilësinë e kryetarit të grupit, çfarë informacione keni për incidentin mes deputetëve Kapdeli dhe Manja para se fillonte seanca, kur ata po qëndronin në një kafe këtu afër? Një sekond. Muhamet, se je gazetar i vjetër. Nuk ka një incident mes dakor. Kolegu Manja, ish ministri i drejtësisë, kolegu tjetër Kadeli, kanë qenë njerëz që çohen herët, që vinë punë herët, në 8 të mëngjesit duke pirë një kafe pranë godinës parlamentit dhe aty janë sulmuar fizikisht nga banda kriminale Gentian Prodnik.
Dhe kjo bandë kriminale është turpi policisë shtetit në këtë këndvështrim që ka vonuar ndalimin e tij që pardje. Që të jemi korrekt me këtë. Është një kritike apo kjo ndaj kolegut Jo. Lamollarit? Jo, nuk është. Kolegu Lamollari është kolegu im, por këto raste duhen proceduar në mënyrë me njëherë. Ju duket normale protestuesit u flagos në ambientet e lokalit dhe më pas u arrestua, ju duket normale arrestimi me dhunë një protestuesi dhe një flagosin e tij. Unë jam këtu për të mbrojtur policinë e shtetit, e cila është sulmuar në mënyrë të padrejtë nga një bandë kriminale dhe ke 3 punonjës policie të gjakosur. Dhe po ju a them dhe një herë, si që ju bëni këtë detyrë kaq të bukur, kaq të respektuar të gazetarit, ju të parët duhet të solidarizoheni me punonjësit e policisë plagosur. Gjaku i punonjësit policisë është gjaku i shtetit. Po do erdhi gjak i punonjës policie, po rrjedh gjak shtetit. Dhe prandaj ju lutem shumë. Ju lutem, ju lutem shumë. Ju lutem. Zoti Balla, për ju po e derdhin gjakun. Po ata derdhin gjakun për shtetin shqiptar, për Shqipërinë. Shteti është i Ju gjithëve. këtu po ju mbrojnë. Kjo bandë kriminale me këtë Gentian Progni që ka sulmuar deputetë e Partisë Socialiste, prandaj jam shumë i indignuar. Ajo është goditje dhe sulm për shkak të detyrës. Zoti Balla, ka një kontradikt në fjalën tuaj. Nga qytetarët, po mbroni gjakun e policisë dhe jo të qytetarëve. Nga një përshpik. Bolla, është bërë mundur evakuimit të deputetëve të Partisë Socialiste, sekretari i Kuvendit Zotin Topeleshi ka marrë minutin e tij pak më parë të goditej dhe të mbrojtshëm. Ndërkohë që ju në fjalën tuaj thatë nuk sprapsemi asnjëherë. Unë nuk jam dispečeria e transportit të shërbimeve qeveritare. Pyesni shërbimeve qeveritare. Zoti Balla, ju thatë ne nuk tërhiqemi nga kjo gjë, por pam kryetarin e Kuvendit që donte të dilte dhe u tërhoq. Pra jeni pak kontradiktor. Këtë nuk e di nëse ishte një taktikë zgjedhur nga garda se zoti Beleshi nuk ka Unë po ju them edhe një herë. Ju, gazetarët, publiku që na ndjek, duhet të jetë në radhë parë i shqetësuar për goditjen me gur në kokë të punonjësve të policisë shtetit. Dhe të gjithë e dinë, nuk ka asnjë vend të botës, unë nuk di një vend të botës, që pasi goditen punonjësit e policisë, pasi goditen deputetët teksa shkojnë të ushtrojnë mandatin e tyre kushtetues, demokratik, në parlamentin e Shqipërisë, policia të mos reagojë me ndalime të personave. Në momenti që personi gjatë ndalimit nuk pranon të dorëzohet për shoqërimin, natyrisht që policia është e detyruar ta shoqërohet më fort. Shikoni zonën e policisë. E mbështes policinë e shtetit. Kam pasur nderin të punoj me ta dhe policia e shtetit ka gjithë mbështetjen time. Zoti Balla, edhe një herë lutem se ju pyeta disa herë por nuk mora një përgjigje. Në një kohë kur ju keni këtë mendim për protestën. Ti mos thuaj që s'mora përgjigje, thuaj s'm pëlqeu përgjigja. Jo, nuk mora përgjigje, pasi përgjigjet kolegu tjetër. Thuaj s'mora përgjigje gjë tjetër dhe po urdhëron. Patjetër. Në një kohë kur ju keni këtë mendim për protestën, si ka identifikuar Partia Socialiste dhe mazhoranca protestuesit një grup për cilën ju thoni se do të dialogoni? E konfirmuat këtu dhe konfirmuat edhe në sallën e seancave plenare. Po sepse ne jemi të gatshëm, edhe besoj që të pak ditë na ndajnë nga ai moment kur vajza dhe djem që u çuan me shqetësimin për standardet mjedisore në atë investim historik në Zvërnec, dhe të cilët sot nuk janë këtu, besoj që bien dakord që nuk janë këtu. Këtu keni 100 element kriminal. Aty kishte të moshuar 7 lutem. Njëri nga këta të moshuar që duket ty për 7 vjet është ky Antoni që ta shumë. Që ka dhunuar parmbrëm bashortën e vet. Po në thënë të tjerë. Edhe lutem, të gjithë do të fillojmë me emra. Unë detyrën time që më ngarkon ligji që një qytetar në momentin që njihet me një vepër penale, mos kallëzimi e asaj vepër penale është po vepër penale. Dhe unë të paktën e ndjej për detyrim ndaj kësaj godine ku jam antar, ndaj atij flamuri kuqezi, që ti shërbej deri në fund Shqipërisë. Dhe shërbimi sot më i mirë ndaj Shqipërisë është të tregosh me gisht se si shërbëtor të Iranit, se si shërbëtor të grupeve të ndryshme kriminale,
janë përfshirë sot në këto sulme kundër institucioneve. Zoti Balla, deputeti Protestuesi shqiptar shumë shpejt do ta takonin. Jo, koha do ta sjelli këtë grup të distancuar nga dhuna tek ne. Faleminderit. Balla, pyetja e fundit, Nga ju një lutem. vërsi e lanë. Deputeti një pyetje të fundit. Deputeti Rad Kapri, në teme protestuesit, deputeti Redi Muçi doli në këmbë i qetë, nuk e sulmuan pse e kanë me ju, domethënë se disa kolegë dalin të qetë, nuk sulmohen, nuk shahen, nuk ofendojnë, ndërsa juve ju kanë pikasur, kanë gjë me ju. Sepse Erald Kapri, Redi Muçi janë pjesë e partitshkave që kanë sjell militantët e vet aty për të goditur parlamentin. Janë ndër organizatorë dhe këta. Faleminderit.